sipas shariatit, kamata është ajo shtesa që e marr ose e arrit gjatë shitblerjes kur ndrohet mall me mall i caktuar. Kur ndrohet mall me mall, edhe ndrohet, domthonë njëna është më tepër, kjo është e para, e dyta është shtesa, domthonë rritja e sasisë për shkak të vonimit të pagesës ose të borxhit, ose çdo shtesë në forma të caktuar të cilat do ta përmendim. Prej kësaj e shohim që kamata ka të bëj ose me shtem që jep borxh ose e bën një pazar me një çmim, veresi, pastaj kur t'i vjen koha e pagim me pagu pazarin edhe mallin që e ka ble, i thot më jep afat edhe pak sepse po ta rris çmimin dot. Po t'jap më tepër veç më jep afat edhe pak që mos më bë pagesën tash ose mos më kry borxhin tash. Domthonë kjo është një prej formave të kamatës